Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian ka ndaluar përfundimisht dhënien e tash të quajturave pasaporta të arta, duke i dhënë fund një praktike që lejonte investitorët e huaj të blinin shtetësi në vendet anëtare të BE-s. Vendimi i gjykatës i jep fund programit të fundit aktiv të këtij lloji, Alti të Maltës, e cila deri më tani ishte shteti i vetëm në BE që lejonte një skemë të tillë. Programet të ngjashme në Shqipëri dhe në Bullgari ishin ndërprerë më herët. Sipas gjykatës, këto praktika e zhndërrojnë shtetësinë në një transakcion tregëtar dhe cënojnë lidhje ligjore dhe morale mes qytetarit dhe shtetit. Gjykata thekson se një marrëdhënie e tillë duhet të bazohet në solidaritet, vullnet të mirë dhe lidhje reale me vendin përkatës, jo vetëm në investime financiare. Aktivistë të shoqërisë civile në Maltë, përfshirë blogerin antikorrupsion Manuel Delia, e kanë mirëpritur vendimin, duke i cilësuar si një fitore për vlerat evropiane. Delia, i bashkëpunëtor i ngushtë i gazetares së ndjer Daphne Caruana Galizia, e kishte luftuar për më shumë se një dekadë kundër këtij programi, duke vënë në dukje mungesën e transparencës dhe rreziqet e përfshirjes së individëve të ndryshëm në listat e shtetësve të rinj. Komisioni Evropian kishte nisur procedura ligjore ndaj Maltës që në vitin 2022, duke argumentuar se shtetësia e BE-s nuk mund të jepet thjesht në këmbim të investimeve. Sipas të dhënave, shumë nga aplikantët nuk plotësonin kushtin e qëndrimit real në territorin maltez.